dhe veprat më të këqija, të kota, të sherrit dhe të gabuara janë risit, ato që i shpikin njerëzit, i konsiderojnë pastaj pjesë të islamit dhe me ta përpiqen që ta adhurojnë Allahun, t'i ofrojnë dhe ta kënaqin atë, por veprat të tilla janë risi dhe bidate. Allahu nuk i pranon dhe ato vepra nga Allahu robin e largon. E më pastaj ato vepra çojnë në humbje e humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithë dhe nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, hutbja që do të flas në këtë xhuma dhe në të ardhmen, po ndoshta edhe më tej, është një hutbë e marrur nga libri Madarijus Salikin, pozitat, shkallët e ndjeksëve të rrugës dhe afrimit të Allahut Gjelleshanuhu, nga Ibn Qayyim el-Jauziyja rahimahullah. Është titulli i hutbes interesant. Ashtu edhe Ibn Qayyimi e ka radhitur el-adabu ma Allah, edukata me Allahun apo edukata ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thëm edukata, sjellja me Allahun subhanahu wa ta'ala. Për me hetu vëllezër diçka të tillë, me të vërtet duhet shumë me meditu librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për arsye se kjo ka ndodhur nga të gjithë profetët, e kanë shprehur një gjë të tillë, por pak vetë e kuptojnë se një gjë e tillë ka të bëne me edukatën. Dhe sa i përket edukatës, ajo është shenja e dashurisë. Në të njëjtën kohë është simboli i devotshmërisë dhe është feja dhe cilësia e profetëve dhe të dërguarve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Me edukatën vëllezër dallohet ai grupi elita nga ato njerëzit e thjeshtë. Dallohet sinqeriteti nga ngënjeshtra dhe me to zbukurohet zemra. Atë që Allahu Gjelleshanu ja ka dhënë këtë çështje, edukatën, ja ka dhënë mirësitë e kësaj bote dhe botës tjetër. E ai i cili nuk e posedon këto, i ka humbur gjërat, thesarin më të shtrenjtë që ekziston. Nuk ka dyshim se robët e Allahut subhanahu wa ta'ala, të devotshmit, nuk e arritën një gjë të tillë, vetëm se duke ju përkushtuar Allahut subhanahu wa ta'ala, urdhrave të tija, rrugës së tij. Ibn Qayyimi thot në librin e tij Madarijus Salikin, shiqoni vëllezër, la yastaqimu li ahadin qat al-adabu ma Allah illa bi thalathati ashya. Për me arrit edukatën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala vëllezër, kjo nuk shkon duke ushtru, as duke lexu. E para thot Ibn Qayyimi, ma'arifatuhu bi asma'ihi wa sifatih. Ta njohish Allahun ashtu si nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij subhanahu wa ta'ala. Imagjino kur është një personalitet i madh dhe tjerët e njohin, ti nuk e njeh. Je i ri në atë firmë, në atë punë. Dvin ato punëtorët e vjetër që ta donë të mirë, thonë, shiqo, ki shefi nuk dëshiron ta çojë zonin lart. Ki nuk dëshiron edhe të keshish, po nuk dëshiron, nuk don me ardhmë punë imrolet. Ki duhet me qeni përpik, ti tregon cilësitë e tia. E Allahun subhanahu wa ta'ala, ai i cili nuk e njeh nëpërmjet emrave dhe cilësive të tia, si mund të ai të adhurone Allahun, ti ofrohet Allahut dhe tregon e sjellje dhe edukat me Allahun subhanahu wa ta'ala. E dita thot ma'rifatuhu bi dinihi wa shar'ihi wa ma yuhibbu wa ma yakrah. Ta njohish Allahun Gjelleshanu si pasaj nëpërmjet fejes ti, ta njohish fejen e Allahut subhanahu wa ta'ala, ti njohish rregullat, dispozitat, sheriatin e Allahut Gjelleshanu dhe ta dish atë që e don Allahu dhe atë që nuk e don ai subhanahu wa ta'ala. Dhe e treta thot nafsun musta'iddatun qabiletun lejinetun mutahayyi'atun liqabulil haq qawlan wa amalan wa halan. Dhe të jetë nefsi, trupi, zemra gjithmonë e but, e sinqert, e përgatitur për me ju nështru urdhrave të Allahut. Nëse bëhet fjalë me fjalë, nëse bëhet çështja me fjalë, nëse bëhet me vepër, edhe në të gjitha situatat që ai qëndron. Pastaj vazhdon Ibn Qayyimi rahimahullah dhe thot: "Al-adabu ma'al awla tabaraka wa ta'ala thalathatu anwa'."
edepi, edukata me Allahun apo ndaj Allahut subhanahu wa taala ndahet në 3 grupe. Thot grupi i parë, siyanatu muamalatihi an yashubaha binaqidatin. Siyanatu muamalatihi, të jetë robi i kujdesshëm se si i mban raportet me Allahun subhanahu wa taala. Ti prej një personi që kije interes, wallahi nëse ja ke prish pak, ton natën nuk merr gjumi, apo nëse i frigosh se mund të të bane dhe një dëm, e kështu me radh, mund të të vjen dhe një dënim, si thonë, baja ati politikën. E me Allahun subhanahu wa taala, si duhet me qenë raportet a politik, a sinceritet. Siyanatu muamalatihi an yashubaha binaqidatin, që të kjesh i kujdesshëm, mos bësh diçka që e hidhron Allahun subhanahu wa taala. Raportet me Allahun xhelleshanu, prandaj Allahu xhelleshanu çka thot për një popull? Nesullahe fa ansahum anfusahum. Ata e harun Allahun, i pren raportet me Allahun xhelleshanu dhe Allahu e bëri që ata çka ta harrojnë veten e tyre. Thot e dit Allah i dit, siyanatu qalbihi an yaltafita ila ghayrihi. Që vlezër edep, por ka sekreti kësaj është i fshehët. Me pas zemrën kontroll, mos me shpresu dhe mos me u kthi ka dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Sa prej neve, kur vjen piqe për shembull interesi, vjen piqe puna, thot çka unë vallahi punën s'unë loj. Por arsye se unë prej çasaj jetoj, prej çasaj mbijetoni. E Allahu subhanahu wa taala kur tret, ti me cilën e ke lidh zemrën, me Allahun apo me pronarin e punës. Prandaj nuk mund të tregojsh edep, sjellje, edukat me Allahun xhelleshanu, nëse zemra jote është i lidhët për dikuj tjetër dhe jo për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot e treta, siyanatu iradatihi an tata'allaqa bima yamqituka alay. Përsëri thot, me lidh zemrën dhe me shpresu diçka ndaj të cilës Allahu subhanahu wa taala hidhërohet. Vëllezër, edukata me Allahun xhelleshanu dhe prej shkallëve më të larta të sjelljes së robit të Allahut xhelleshanu është kush? Shprehja me sinqeritet ndaj tauhidit, njohshmërisë së Allahut xhelleshanu. Ai i cili i përshkruan Allahut xhelleshanu shok dhe ortak, ai i cili ka dishim në tauhid, se a me të vërtet Allahu ka fëmijë apo nuk ka, apo thot edhe ato e kanë mirë, po edhe ne e kena mirë. Edhe ato që thoni Uzeri është biri Allahut, edhe ato e kanë mirë. Edhe ato që thoni Isau është biri Allahut, e kanë mirë. Po edhe ne e kena mirë që thoni Allahu nuk ka lind as kënd, as është i lindur. Ja, tauhidi është la ilahe, s'ka të adhuruar tjetër. Ne nuk i nënshtrohemi askujt, nuk meriton askush të adhurot, illa Allah, dhe ja pohojmë të gjitha ato mohimet, ja pohojmë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahu vëllezër na ka sjell një ajet. Subhanallah, këtë ajet kur e kom lexu, edhe pse s'ka dyshim 10 herë kom lexu, për herën e fundit dje mu ka duk se herën e parë lexoj. Edhe shiqo sa bukur tingëllon ajeti fjala Allahu xhelleshanu. Thot Allahu: Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hem min shurakaikum men yef'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allahu alladhi khalaqakum, Allahu është ai i cili ju krija juve. Thumma razaqakum, ai është që ju e prisk, ai është që ju asjell furnizimin. Tjerët mund të bëhen sebeb, për nëse Allahu ta ndalën furnizimin, ta ndalën riskun subhanahu wa ta'ala, wallahi milionerët e botës me të ofru pasuri nuk mund të arish, se ar-Razak furnizues është Allahu. Thumma yarzuqukum, pastaj thumma yumitukum, dhe ai është që ju merr pastaj shpirtin, pastaj çka? Thumma yuhyikum, edhe ai përsëri do t'ua jep shpirtin, që pastaj Allah thot: Hel min shurakaikum men yef'alu min dhalikum. A ka dikush tjetër i ngjajshëm, ata ortakët që ju i adhuroni, apo ju mbështeteni ative se prej atyre vjen risku? Hel min shurakaikum men yef'alu min dhalikum min shay. A ka të ngjajshëm tjetër me Allahun që mund ta bëjnë një gjë të tillë? A mundet? A mundet dikush të krijone?
A mundet dikush të furnizone? Kur fillojnë kriza, çka thon? Këtë vit nuk ka grun, këtë vit tomatet e gjëra tjera, të gjitha jo ndjek. Pse? Ai ua ka mboj zmetin, ua ka mboj kush i doq? Rezaku, kur do një risk dhe kur do në merr riskun. Thumme yumitukum, pastaj ua merr shpirtin. Walau in ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Dhe Allahu xheleshanu ua merr shpirtin. Mblidhi mjekët ti, mblidhi më të aftit, nuk mundet askush një sekund me azgjat ati jetën. Thumme yumitukum, thumme yuhyikum. Ka arrit shkenca e ka arrit dhe ka arrit. Ato që përpichen me ushqi, bile subhanallah, aq keqi edhe me fëmit i maltretojnë, ju marrin lëngun prej sirit para se me vdek, vetëm e vetëm me mbet të ri, vetëm e vetëm mos më umplak, që i kam përgatit zemra që kur të vdese zemrën tjetër, thumme yuhyikum, nuk mundet askush një gjotë të tillë t'ja jape shpirtin përveç Allahut. Prandaj Allah thot, hel min shurakaikum men yef'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. A ka dikush që mund të alun e këtë rol, të të kryon, të të furnizon, të ta merë shpirtin, përsëri të ta jep shpirtin. Si përfundon ajeti, subhanahu wa ta'ala. Lark gjdo mangësie dhe të mete, është ai lartësuari, amma yushrikun, ndaj gjdo shirkut që ato tjerët janë veshin Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Muhamedi a.s. Hadithin e kanë gjeri më muslimin sahihun e ti nga Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى. Hadithi është kudësi, i shenjtë, e kanë gjeri më muslimin. Ana aghna shurakai ani shirk men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Thot Allah, unë jam më i pavarur nga çdo lloj ortaku. Nuk kam nevojë, thot Allah, gani, unë nuk jam i varët prej ortakut. E kush bën një vepër me të cilën vepër e shoqëron edhe dikon tjetër pos meje, dhe me thonë e bën një vepër për Allahun, për edhe një hise për tjetrin, për dikon tjetër, me arrit diçka, Allah thot taraktuhu wa shirka. E la këtë ditën e gjykimit, nuk flas me këto, edhe atë veprën e tij fare nuk e llogaritit. Vezër, pasi që është tema për me folur për edukatën me Allahun subhanahu wa taala, kësaj hutbe e kompru si shembull vetëm çështjen e Isaut. Isau a.s. si gjithë profetët, por do të fillojmë me Isaun a.s. kësaj hutbe, e pastaj do të marrim shembull nga profetët tjerë, edukat sjellje si kanë treguar me Allahun xhelleshanu. Shiqoni vëllezër, Allahu thot: "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Allah thot, kujtoni kur unë i thash Isaut birit të Mërjemës, a ti u tha e njerëzve që të adhurojnë ti dhe nënën tënde pos Allahut, mos me adhuru Allahun? Dhe si mendoni ti jetë përgjegja? Dikush si cilë për thot, përgjegja shumë e qetë. Jo, nuk e kom thonë në këtër Allah. Por kjo nuk tregon shumë edukat ndaj Allahut xhelleshanu. Dhe më thonë edhe dikush, kur prindri ti, ki e respekton prindrin, a i thot, a ti e bone këtë qështje? Jo, unë këtë se kom bo. Kjo nuk ka lidhje me edukatën. Për shiqoni Isau a.s. si i tha Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk i tha, lem e kull lahum ja rab. Nuk ju thashu në këtë qështje, po i tha Isau Allahut xhelleshanu. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Unë s'mundet të thomor Allah atë të cilën s'kom drejt të thom. Ma kultu in kuntu kultuhu faqad alimte. Sikur unë të thoja këtë çështje, ti do të kishe diturin ndaj saj. Dhe zë kur parashton Allahu xhelleshanu piqe, më mendoni se Allahu nuk e din, a ju ka thonë Isau as ju ka thonë. Por Allahu ju tregon të krishterëve të cilët e adhurojnë Isaun, e konsiderojnë Zot dhe djalë Zotit. Ej, mirëni mësim, kujdeseni, bini vetës mbas, shiqohet përgjegja Isau ditën e gjykimit. Çka tha Isau a.s. In kuntu qultuhu faqad alimte. Unë të thoja këtë çështje, ti do të kishe diturin ndaj saj. Dhe fare nuk do të kishe bo mu profet, nuk do të kishe dërguar mu, që unë pasaj t'je maj që thëm adhuromni mu.
Pastaj Isau a.s. vlezër tregoi edhe diçka të madhe. Të gjithë çështjen e ilmit dituris ja pohoi Allahut xhelleshanu. Pastaj çka tha? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ti e din or Allah atë çka kam në veten time. Dhe unë fare nuk kam njohuri ti çka ke në veten tënde. Dhe ti allam ghuyub dhe ti je i gjithë dituri i të gjitha fshehësirave. Pastaj shiqo vëllezër, vazhdon Isau a.s. Allahu çka e priti aty ju tha njerëzve me të adhuru ti dhe nënën tënde përveç Allahut. Isau tash tregon edep. Në fillim i tha, nuk une këtë çështje nuk mund ta them, nuk kam drejt ta them një gjë. Ta thosha këto ti e din. Pastaj Isau e tregoi se tërë dituria i takon Allahut xheleshanu. Çiçoni tash vëllezër më në fund çka thot Isau. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Unë nuk ju kam thonë atyre pos asaj që më ke udhëru. Kjo bihi është për emër vetor. Çka është kjo? I thonë arabisht ha e tauhidit. An i'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Adhuron, ju thash vetëm adhuronja Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Wa kuntu alehim shahiden ma dumtu fihim. Dhe unë isha dëshmitar derisa isha aty në mesin e tyre. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alehim wa anta ala kulli shay'in shahid. E pasi që ti more më ngritë tek ti lart, atëherë ti mbete me ato dhe ti je dëshmitar. Pastaj Isau a.s. nuk u ndal me këto. In tu'adhibhum, tregon tash sjellje. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Nëse i dënon ato, ata janë robët e tu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nëse i dënon, ato janë robët e tu. Ti bon me to çka don. Po nëse ua fal atyre, ti je i fuqishëm, ti je krenar dhe hakim dhe je i urtë në vendimet e tua. Dhe me thonë edhe nëse ua fal atyre, nuk ka drejt guxonë dhe një melek thotë çka je tu bor Allah. Pse Allahu është aziz. Por që je përfundoi Isau hakim. I vendon ligjet, vendimet e tyre, e tia, ai subhanahu wa ta'ala, në vendin e duhur. Inshallah do të vazhdojmë me temën përsëri në javën e ardhshme me edukatën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.